Një raket balistike lëshuar nga Irani është neutralizuar nga sistemet ajrore dhe mbrojtëse të NATO-s në mesdheun lindor, njoftoi sot Ministria Turke e Mbrojtjes. Raketa, e cila kishte kaluar mbi Irak dhe Siri, ishte konstatuar duke drejtuar hapësirës ajrore turke, por u bllokua përpara se të shkaktonte dëme. Mbetit e raketës ra në distriktin Dortjol të provincës Hatay, në Bregdetin mesdhetar, pa shkaktuar viktima apo të lënduar. Autoritetet turke theksuan se veprimet e tyre ishin të shpejta dhe efektive, duke siguruar mbrojtjen e qytetarëve dhe territorit. Ky incident përbën një përshkallëzim të rëndësishëm në tensionet rajonale, pasi Turqia, një vend antar i NATO-s, nuk është shënjestruar më parë nga Irani. Deri më tani, Teherani nuk ka dhënë asnjë reagim zyrtar për ngjarjen. Në një deklaratë zyrtare, Ministria Turke e Mbrojtjes theksoi: niveli i vullnetit dhe kapaciteteve tona për të garantuar sigurinë e vendit dhe qytetarëve është maksimal. Turqia ruan qëndrim në favor të stabilitetit dhe paqes rajonale, por është e aftë të mbrojë territorin dhe qytetarët, pavarësisht nga origjina e kërcënimit. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se ngjarja mund të ketë implikime të mëdha për balancën e forcave në lindjen e mesme, duke rritur tensionet midis aleancave rajonale dhe duke testuar gatishmërinë e sistemeve mbrojtëse të NATO-s në zonë.